Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur të përgatit një ushqim shumë të shëshëm, të shpejt përgatitje që ja vlen ta provoni secila mutër. Krejt që kanë nevojitën prej përberzve, 1 kg misht pulës ose kaçika, mandej 30 ml vaj ulliri, 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të mesme hudhër e blume, 1 lugë të mesme me biber të kuq. Në unën tjetër i merrni 1 kg patate i donin mes, kur janë patatet të mëdha 2 herë, kur janë të vogla veç 1 herë. 50 ml me vaj ulliri, 1 lugë të mes me krip, 1 lugë të mes me rozmarin, 1 lugë të mes me biber të zi, 1 lugë të mes me tymjan këtu në Gjermani melmesa për ndryshën shqip trumz, 1 lugë të gjellës biber të kuq edhe 1 lugë të mes me plot me hudhër të bluar. Furrën e kom shumë me nxehtë, temperaturë 200 gradë. Edhe bismillah fillojna me njëherë me përgatitjen. Tek patatet i hedhim këtu melmesa që i kom përmend të gjitha. Se dhe vajin e ullirit, nëse s'keni bën edhe vaj normal. Kuzhinës pra, lule djellit tek kaçikat, mishi pulës, hedhin po ashtu melmesat. Edhe vajin e ullirit, i përzina të dyjat. Bismillah, përzina pra patatës pare që ti marrin mirë melmesat. Fura pra veç është nxehur, sepse e nxeh me parë, shojnë më nxeh. Kështu që 5 minuta punë tap rrap i përzini i rendetin tepsi edhe e mbuloni tepsin me një letër përpjekje që e lagu me ujë me parë. Tash e përzina edhe mishin e pulës për ndryshe kaçikat që ti marrin gjitha melmesat mirë. Nëse keni mysafir shembull mundeni mishin me përgatit edhe në mbrëmje pra me marinu edhe e mbuloni këtë enën pra me folje nylon të kuzhinës e lëni në frigorifer edhe ma mirë për të nesër me një qëllon hazër. Përsina mirë. Tash marrim një tepsi. Tepsia është pra në masi 42 cm. E renditim mishin e pulës për ndryshe kaçikat. Sikur për vete, sikur se kur keni mysafir bash, përgatitet shpejt edhe shumë e shishme. Tashti i marrëm patatet. I kemi rendit mishin pra, kaçikat për ndryshe edhe patatet. Tash i morëm 2 letra përpjekje, kemi lag me ujë sepse tepsia pra është me dimensione më të mëdha, 42 cm ja qesim për mi, edhe me njëherë e fusim tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 200 gradë. Edhe tepsin e kom hek prej furrës, pa i kom lënë gjithsej për 1 orë. 45 minuta i kom lënë me letër përpjekje. Mbas 45 minuta, ja kom largu letrën përpjekje edhe me këtë longun, pra që e kanë lëshu, e kom marrë një furrë që i kom ly kaçikat për mi edhe pak shtu patatet me këtë ndyrën. Mandej i kom lënë edhe 15 minuta, pra gjithsej 1 orë. Ja vlen t'i provoni shije tepër të mirë, po ashtu shpejt përgatiten. Kështu që neve na bafshin mirë, juve po ashtu. Nëse i provoni, faleminderit për përkrahjen që ma veni. Komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit. Ju them miru, pafshim.